analistë ndryshëm, besoj që takimi me Zelenskin do të jetë paralajmërimi i fundit për zotin Putin, pra duke kërcënuar me faktin që do të ofroj armatimet e duhura që Ukraina t'i ketë dhe t'i përdorë në territorin rus, me rrezet gjatë veprimi, raketat Tomahawk po dhe sistemet të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme, dhe gjithashtu të ofroj informacion nga inteligjenca përsa i përket objektivave ruse. Dhe aktualisht që flasim, industria e naftës në Rusi është një gjendje jo të mirë, e goditur nga bombardimet e Ukrainës, duke shkaktuar një seri problemesh në sistemin prodhues dhe shpërndarës së naftës brenda Rusisë. Që besoj që zoti Trump edhe me atë aureolën e një suksesi gjigant përsa i përket gazës, do të bijem dakord që është sukses jashtëzakonshëm, do ta përdor këtë forcë, këtë veshje që ka tashmë prej lideri botror që bën paqe, do ta përdor për të tentuar një zgjidhje përsa i përket Rusisë. Një kërcënim i mëparshëm që zoti Trump bëri ndaj zotit Putin me forcimin e embargos në muajin korrik gusht funksionoi, deri diku zoti Putin pastaj ul në tavolinë për të folur, pavarësisht se nuk u qëndroi pakte. Besoj që tashmë do të kemi diçka më ekstreme se kaq, në kuptimin që SBA do të dalin hapur për të dhënë Ukrainës çfarë ka kërkuar Ukraina. Deri më tani ndihma për disa pajisje të sofistikuara ushtarake është dhënë e kushtëzuar, pra është dhënë ndihma ushtarake me kushtin që të përdoren me miratimin e Pentagonit përsa i përket objektivave dhe rrezës veprimit. Tashmë besoj që do të ketë një dalje më të hapur pro Kievit për ta mbështetur ushtarakisht dhe mbi të gjitha për të vendosur kufirin tek fakti që çdo negociat nuk do të jetë mbi kufit e pushtuar, po do të jetë mbi kufin kushtetues që ka Ukraina. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme sepse Rusia ka konsideruar deri më tani të marrë 4 rajonet që kanë kufi dhe tentonte të negocionte gjithçka mbi këto 4 rajone dhe përtej kësaj. Zoti Trump duket që e ka zhvendosur qasjen që prej OKB-s në një kënd tërësisht tjetër. A ishte në funksion të kësaj, ndoshta dhe ai kërcënim shumë i ashpër që i bëri Kinës? Sepse duket se me ndin pat një kërcënim të ashpër, vërtet shumë të ashpër në një postim të Trump, një kërcënim që pastaj u duk sikur ndryshoi në një farë mënyrë, sikur u zbut, duke konsideruar mesazhet që ka marrë. Po, duke faturuar faktin që presidenti Xi Jinping po kalon një periudhë jo të mirë, domethënë ky ishte justifikimi. Por zoti Trump ishte direkt tek fakti që Kina ka tentuar të bëjë një aleancë tregtare me disa vende shumë të rëndësishme. Dhe kjo është e patolerueshme dhe ishte pikërisht momenti kur tashmë paqja në Gaza ishte arritur dhe duket sikur fokusi do të ishte tek Kina, por besoj që është një rrezik që është tërhequr për momentin, do të jetë fokusi në muajt e ardhshëm tek Rusia dhe besoj që brenda vitit po konturohet do të kemi një zgjidhje edhe përsa i përket krizës Rusisë dhe Ukrainës. Falenderoj shumë. Faleminderit. Shkëputem për një hapësirë publicitare.